Kosovë më ka sjell filmi që kemi bërë Policë për jetë, është një prodhim independent që duam të lidhim edhe Shqipërinë edhe Kosovën, që të dyja krijtarit të bëhen sa më shpejt, sa më bashkë. Ne gjithmonë prodhimet tona i sjellim Kosovë, edhe ky film inshallah vjen me Luana Vjocën, Nik Xhelinën, Orsi Bylykun, është një komedi aksion me regji dhe skenar të Aldo Markut, kështu që shpresojmë që të shkojmë bashkë edhe në Kosovë. Filmi është komedi, është aksion, ne duam që të argëtojmë njerëzit, është një film i realizuar shumë mirë dhe i ftojmë të gjithë që të vinë edhe ta shohin në Cineplex dhe në gjitha kinematë e Kosovës. Në fakt ne kemi gati 6 muaj që kemi punuar me filmin, xhirimet kanë shkuar gati 1 muaj, 26-28 ditë, po pjesa e para produksionit është e rëndësishme, pjesa e post produksionit është e rëndësishme. Dhe pastaj shpërndarja e filmit që shpresojmë të shkojë. Filmi është pritur shumë mirë, paktën në Shqipëri është pritur maksimalisht mirë. Shpresojmë që ta fitojmë edhe gjithë territorin e Kosovës.